Mi mbrëmamit e mi të YouTube-it. Sot do të tregoj një video të cilët kam pas shumë kërkesa se sa janë masat e trikove që punojnë për bebe ose deri të rritur deri në moshën në 12 vjeç, të cilat fillojnë nga jaka. Dhe më kanë pyetur shumë, më kanë thënë që me sa mund ta fillojmë. Për moshën 3 vjeç, për shumë 4 vjeç. Unë faktikisht e kam shpjeguar një herë, por megjithatë bëra një video kastile për të gjithë që keni pyetur se sa fillohet triko për mosha të ndryshme. Unë këtu ju kam dhënë që nga mosha 3 deri në 6 muaj dhe deri në 10 deri në 12 vjeç. Atëre, masat janë të gjitha këtu të shënuara. Thuaj që 3 deri në 6 muaj është me 80 syçka, 6 deri në 12 muaj është 94 syçka. Nga 2 vjeç deri në 3 vjeç është 112 syçka. 4 vjeç deri në 5 vjeç është 126 syçka. Nga mosha 6 deri në 7 është 138 syçka. Nga mosha 8 deri në 9 është 154 syçka dhe 10 vjeç deri në 12 vjeç është 172 syçka. Që të thoni ju çfarë është ky dyshi këtu. Tani, kjo që është 3 deri në 6 muaj. Këtu është gjoksi. Një pjesë e gjoksit. Plus 2 është shtesa që bëhet te stjetulla, që ndahet stjetulla nga gjoksi. Është plus 2. Plus 12 është mënga. Atëherë t'ja u shënoj. Atëherë, 15 këtu është gjoksi. Plus 2 është shtesa, që shtohet në 2 që ndahet gjoksi nga mënga. 12 këtu është mënga. Plus 2 është prap shtesa që shtohen, 2. 26 është kurizi ose shpina, po e vë kë. Plus 2 është ndarja, prap. Do të thotë që bëhet 2 shtesa, është kurizi, bëhet shtesa dhe bëhet mënga. Është 12-a dhe keni shënuar këtu. Dhe 15-a është anë tjetër e gjoksit që bashkojnë ty. Atëherë këto dysha, të gjithë këto dysha që shikoni këtu plus 2 në të gjitha, ky dyshi ndan gjoksin nga mënga, e ndan kurizin, do të thonë mëngën nga kurizi, dhe anasilltas prapë fillon krau tjetër që ndahet kurizi nga mënga dhe mënga nga gjoksi. Do bëhet gjithmonë 2 shtesa. Me videon e radhës që do bëj, do jap grafikun tjetër, prap për trikot, por për trikot që punohen me grep. Edhe atë e kam shpjeguar prap, por megjithatë do t'i bëj me grafik që t'i shikoni dhe juve, edhe t'i keni gati për të moshat që nga 3 muaj deri në 12 vjeç. Tashi unë i filloj gjithmonë nga lart këto trikot dhe këto masa kam unë tashi. Kurse për ta filluar nga poshtë, unë nuk i kam punuar ndonjëherë nga poshtë dhe nuk e di se çfarë masas mund të jetë, por nëse do kërkoj ndonjë për masat, mund të bëj kërkime t'i tregoj edhe masat që fillojnë bluza nga 3 muaj deri në 12 vjeç. Të gjithë ju që jeni të interesuar, sot do keni videon për të parë dhe për të marrë të dhëna. Në qoftë se nuk i kuptoni, mund të pyesni prapë. Po ju them edhe një herë që dyshat janë plus 2 janë shtesat që ndahet e para gjoksi nga mënga, mënga nga kurizi, kurizi nga mënga dhe mënga nga gjoksi tjetër. Si bëhet pjesa e parë, është edhe pjesa e dytë. Unë këto i punoj me shtiza rrumbullake, se punojnë më mirë. Nëse ju keni vështirësi, mund t'i punoni edhe me 2 shtiza. Po shtizat do t'i keni çik të gjata, sepse do futësh gjoksin, mëngën, kurizin deri në një farë, derisa dy shtesë tjetër do t'i kesh bashkë dhe nuk i mban shtiza. Kështu që me shtiza rrumbullake është më kollaj. Unë kam bërë një video më përpara se kjo
më dhuruan një paket në Temu me shtiza rumbullake. Po të doni mund të bleni dhe ju, se nuk kushton shumë shtrenjtë. E sa kam parë aty më duke se janë 7 euro ose 10 euro një gjë e tillë, më shumë nuk janë. Por aty i keni komplet të gjitha masat e shtizave si. Se edhe këto trikot punojnë në varësi të fijeve, se pyesin dhe shumë për shumë që sa fillohet. Por kjo që kam bërë unë është një fije mesatare. Se mund të keni dhe fije trash, po të keni fije trash do më pak syçka, për shembull është me 15, mund ta bësh me 14 ose me 13. Gjoksit. Duke zbritur nga 1 ose nga 2. Kurse këto masat që kam dhënë unë është tamam vetëm për fije mesatare. Miru dëgjofshim në videot e radhës me modele tjera. Por, video e radhës do tjetë trikot të punuar me grep. Të dhënat e trikos të punuar me grep. Edhe me grep, kush punon, kush e di grepin mirë, edhe triko me grep bëhet shumë të mira. Unë e kam bërë një komplet, mund të ndjekur në kanalin tim të YouTube-it, edhe aty e keni, edhe shtesa se si bëhet. Edhe këto i kam bërë unë, po megjithatë bëra një grafik se kisha shumë kërkesa për këto triko, sidomos për moshën 2 deri në 3 vjeç, 4 deri në 5, njëra ishte donte për 10 vjeç. Mirë dëgjofshim, natën e mirë, dhe mirë dëgjofshim në videot e tjera të radhës.